Të ndëruar të pranishëm, sureja e mëngjesit, Suratul Fajr, e cila i zbriti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam duke qenë ai në Mekë. Dhe kemi përmendur se surat e vogla me ajete të shkurtra, shumica e tyre i kanë zbrit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam duke qenë ai në Mekë. Dhe tematika dhe përmbajtja dhe ajo që la ngërthejnë në vetveti prej fjalëve të Allahu te bareke ve teala të surave të Mekës, çfarë ka në to, është kthjellja dhe vetëdijsimi i njeriu dhe harta se pse është krijuar njeriu në këtë tokë. Shumica e njerëzve, me gjithë inteligjencën e tyre, me gjithë aftësitë e tyre, me gjithë ato se pretendojnë se kapin dhe njohin shumë prej gjërave, nëse njeriu e kthen në bazat e tij, pse është krijuar, pse frymon, pse jeton, do ta gjesh pa xhevap. Apo xhevapin dhe përgjigjen e ka nuk është e mjaftueshme. Nuk mundesh me shku me atë xhevap, në shumicën e xhevapeve nuk shkohet çashtu te Allahu te bareke ve teala. Andaj këto sure e kthjellin njeriu, i tregojnë se ti nuk e krijuar kot. Ky format, kjo strukturë, këto gjërat se ti ka dhënë Allahu te bareke ve teala, bashkë me ato të cilat rrethon, nuk është kot, ka një qëllim të caktuar. E ditë fitove, nuk e ditë dështove. Andaj kjo sure gjithashtu e ka këtë tematik, dhe është kthjellja dhe këndellja e njeriu me uzgjun nga gjumi. Andaj e filloi Allahu xhelel xhelalu këtë sure wal fajri wa layalin ashr. Betohem në mëngjesin, atë shpërthimin e ditës, momentin e parë, nga se njeriu ka nevojë për një shpërthim të imanit, të islamit, me u kthi Zotit vetë te bareke ve teala, një herë me seriozitetin më të lartë, me u drejtu Zotit vetë xhelel xhelalu, o Zot, a thu kjo jetë veç çështoa? Veç më mundu me hangë dhe me pi dhe më ushtu, këtë që kjo ka në konë qëllimi, nuk është qëllimi kjo. Qëllimi është shumë më i madhë. Qëllimi është shumë më i madhë. Urtësit në krijimin e njeriut janë shumë më të larta, por sa neve i japim hapësir vetvetes tonë që t'i kthejmë qëllimeve. Në fund të surës, Allahu xhelel xhelaluhu e kthen njeriu në bazën e vet. Kella idha dukketil ardu dekken dekka. Ky mall e cila bëhet prej tokës, thot Allahu xhellahu ala, një ditë tokën do ta dridhim me një dridhve e cila do ta coptojë ata copcopa. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dhe një ditë vjen Zoti jot me melek saf. Safe vin melek të Allahu te bareke ve teala. Wa jaa yawma idhin bi jahannam. Dhe atë ditë e bin xhenemin. Pejgamberi alayhi salatu wassalam kur e ka komentuar këtë ajet, çka ka thënë? Hadithin e Sahih Muslim, ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, xhenemin e bin me 70.000 litar. Xhenemi me 70.000 litar mbahet. Një litar e mbajnë 70.000 melek. Shumëzojen kalkulator. 70.000 litar, një litar e mban 70.000 melek. Je gjurruneha, ka thënë alayhi salatu wasalam, e ngrejnë zvarë. Por çfarë ngrejnë ata? Që dalin ata të cilët nuk e kanë dëgjuar Allahun te bareke ve teala, që të hyjnë atij, Allahu na ruaj prej atij xhenemit. A dhe thot Allahu xhelel xhelaluhu, yawma idhin yatadhakkaru al-insanu anna lahu dhikra. A dit i tekët njeriu, kujtohet. Ka në konë puna shumë e madhe, s'ka në konë e që me hangër dhe me pi dhe mushtu. Ka në konë puna shumë serioze. Sa i dëgjën sot i njëzë më thonë, o zotë runa pi zjarmit, o zotë runa pi gjenemit. Ishe njëzit të thonë runa pi kësaj, runa pi asaj. Po sa i dëgjën njëzit të thonë, o Allah më së të shtin gjenem. Po pejgamberi alayhi salatu wassalam, kër e ka përmen gjenemin dhe këtë dunja, ka thonë e mori njerin më komod në këtë dunja, më komod, luksozin më të madhë. Dhe veç pak e shtin gjenem dhe e nxerin, pasanikin më të madh, edhe e pysin, o ti njeri, ti kon ma pasanikin dunja, kur s'ki pati zor? A ke pati na i her mirë? Thot mara e i të na imen kat, unë kur mirë s'kum pa, veç një hinë me aty. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, dhe e mori njeriu më dop kësaj dunjaje, fukaran mos kam norin, dhe vetëm një herë e shtin xhennet dhe e nxjerrin. Edhe i thonë, ti keq, a ki pa në jarë, a je lodh në jarë, a je dërmuti në jarë. Thotë, unë e kur të këshia s'kum pa.
Janë gjerë krejt atë sakrific një të pa me gjennetit. Dhe krejt mire të kësaj dunjaje, ma di djetarë kanë thanë, një të fut me në varë, një hedhje e ati dhejët në bitrupin tanë, ti haron këtë mira që e ki pahe. Qish kanë thanë arabët, varri të haron natën e dhëndris. Nga së është të merë aty. E a thu njerëzit sa përgatitën për këtë mesele, sa e qajnë këtë dërtë, dhe thuti se s'kan me dek kur, i përcjellin dashamirët e tëre, familjarët e tëre, akrabat e tëre, i shtin me dur të veta në vorë dhe qkone jeton jetën sikur kis ka me hije. Thot Allahu Gjeli Gjelaluhu, jo me idhin jetë dhe kerul insanu, o enna lehu dhikra. Thot Allahu Gjeli, a dit kur ta shohin gjenemin, 70.000 litar, gjdo litar 70.000 me lek e në tërheqin zvarë, pro para me no një litar, me bomës me maj 70.000 me lek, aj ju hik gjenemi pitore qatë shumë që do me deportu edhe me u dalë atyre prej dore. Thotë Allahu Gjeli Gjelaluhu, ama ditë si ban do bip si im tekët, a ditë kete kam ju më tek, kete kam ju kujtu qishu dasht mu kanë mi thanë Allahu Gjeli Gjelaluhu duke kajt, o Zot na këthen du një me edina shka du të me ba, ama en nalehu dhikra, s'ban do bia ditë që të tekët, nuk ban dobi atë të tekët. A dhe Allahu te bareke ve teala yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Thot insani atë ditë, ai mirë jone sikur t'isha përgatit për jetën time. Kan thënë komentatorët prej muslimanëve, Allahu jetë e ka qujt veç jetën e ahiretit. E këtë dunja që e ka qujt meta, për jetim shpejt. Andaj vetë ti një plak, çka ke pa? Çka duket për kësaj dunjaje? Pas një përjetim tash se ban malë kërkush. Edhe ajo ka një ditë forcën e vetë, energjinë e vetë, atë gjelbrimin e vetë, atë pranverën e vetë, por tash nuk e ka. Edhe ti edhe unë një ditë në qatë gjendjet njëjtën, kena me kaluë. Thotë Allahu te bareke ve teala, fe yawma idhin la yu'adhibu adhabahu ahad. Atë ditë si azapi Allah i s'dënon kërkush. Meri kitë azapët e kësaj dunjaje, ma shumë se me të burgose me të mitë s'ka. Ma shumë se me të mitë s'munës s'ka me të ba. Të mitë edhe të le. Allahut e dënon njerin dhe nuk vdes. Wala yuthiqu wathaqahu ahad. Dhe nuk din me shtim pra nga dikush si Allahu te bareke ve teala. Ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna. Thot Allahu jalla, o ti nefs, o ti shpirt i cili je qetësu me iman, irji'i ila rabbik, ktheju Zotit tan, ktheju Allahu te bareke ve teala, qetësoju dhe bindu në premtimin dhe kërcënimin e Allahu te bareke ve teala. Ule kokën për para Allahu te bareke ve teala, bjeri sejtë Allahu Gjelle Gjelalu, ndaloju haramin dhe përdore halalin dhe kryja dëtira që ti ka kërku Allahu te bareke ve teala. Irji'i ila rabbik, ktheju Zotit tan, se kimi u kthi deshte apo s'deshte, ama nësi u kthejesh vullnetarisht, Allahu e nderon robin që kthejet vullnetarisht. Allahu e nderon robin i cili kthejet vullnetarisht. Pasat Allahu te bareke ve teala, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hin të rob të mi, shkoj mas pejgamberve, shkoj mas Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, sa ata e don Allahu Gjelle Gjelaluhu. A keni pa kriminal dunjas që Allah ja ka lënë emrin në dunja? Sa pejgamber i ka pas këtë tokë, e sa kriminal i ka pas? Pejgamberve imi ju ka met, kriminalve ju ka zhduk. Kjo ligji Allahu. A mora na mësim për kësajna? Muhamedi alayhi salatu wasallam ka ndruje që 1441 vite dhe krejt dunjaja sot thot Muhammed Rasulullah. A keni pa të dhënë dikush Ebu Jehli? A keni pa të dhënë dikush Umeja, Firauni? Jo, thojnë Muhammed Rasulullah, Ebu Bekri shoki pejgamberit sa, Omar ibn Khattabi. Këtë dunjaja e din se Allahu ja urun emrin të devotshmëve dhe largon dhe u shfaros farën kriminalëve. E neve ka duhet mu rështue ka pejgamber dhe mos me bë kompromis me këtë saf. Në safin e pejgamberve, në safin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam s'ka kompromise. A dhe tha Allahu te bareke ve teala, hin të ropë të mi, hin fund gjennetin Allahu te bareke ve teala. Në elusme Allahu te bareke ve teala që Zoti jon Gjelle Gjelaluhu na mundson më kanë një saf me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, me qenë nën hijen e arsit Allahu te bareke ve teala.